Psalmi 121. Perëndia mbron dhe ruan popullin e tij, kënga e shtektimeve. Unë ngres syt nga malet. Nga do të më vinë ndihma? Ndihma ime vjen nga Zoti që ka bërë qiejt dhe tokën. Ai nuk do të lejoj që të merren këmbët. Ai që të mbron nuk do të dremit. Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle. Zoti është ai që të mbron. Zoti është hija jote. Ai ndodhet në të djathtën tënde. Dielli nuk ka për të goditur ditën, as hëna natën. Zoti do të ruaj nga çdo e keqe. Ai do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe për jetë. Amen. Psalmi 126. Hjen gëzimi për kthimin nga robëria. Kënga e shtektimeve. Kur Zoti bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndër. Atëherë goja jon u mbush me qeshje dhe gjua jon me këngë gëzimi. Atëherë thuaj midis kombeve: Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta. Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne dhe jemi tërë gëzim. Bëj të rikthehen robërit tan, o Zot, ashtu si përrejnë në jug. Ata që mbjellin me lot, do të korin me këngë gëzimi. Vërtet ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet. Por ai do të kthehet me këngë gëzimi, duke sjell duajt e tij. Siguria dhe begatia vijnë nga Perëndia. Psalmi 127. Kënga e shtektimeve nga Salomoni. Meqenëse Zoti nuk ndërton shtëpinë, në kot lodhen ndërtuesit. Nëse Zoti nuk ruan qytetin, në kot ruajnë rojet. Është e kot që të çojeni herët e të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrënë bukën e nxjerr me punë të rëndë, sepse ai u jep pushim atyre që do. Ja, bijt janë një trashëgimi që vjen nga Zoti. Fryti i barkut është një shpërblim. Si shigjeta në duart e një trimi, kështu janë bijt e rinis. Luma i njeri që ka kukurën e tij plot, ai nuk do të ngatrohet kur të flasin me armiqtë e tyre të porta. Psalmi 128. Bekimet mbi familjen e atij që ka frikë nga Zoti, këngë e shtektimeve. Lum kushdo që ka frikë nga Zoti dhe që ecën në rrugët e tij. Atëherë ti do të hash me mundin e duarve të tua, do të jesh i lumtur dhe do të gëzosh begatin. Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate. Bijtë e tu si drur ulliri rreth tryezës sate. Ja, kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Zoti. Zoti të bekoft nga Sioni dhe ti pafsh begatin e Jeruzalemit tër ditët e jetës sate. Po, pafsh bijtë e bijve të tu. Paqja qoftë mbi Izraelin.